gjuhën që është përdorur. Me 9 shkurt ka pasur një gjuhë shumë polarizuese, me 28 dhjetor ka qenë shumë e qetë dhe shumë e përmbajtur, do thot, fushata, dhe ndërkohë tani po shohim, ju e tha që duket e qetë, por në qoftë se shohim vetëm sekuencat të tubimeve, mund të mos ketë fatmirësisht incidentet të cilat duhet t'i dënonim çdo kush, por ka gjuhë e cila do thot ka sinjale dhe ka do thot gjuhë polarizuese, etiketime, gjëra të cilat domosdoshmërisht një subjekt ose një tjetër po e prekin. Është më ndryshe edhe pse gjithë subjektet politike pothuajse në përgjithësi po i marr se ka me avankesat këtë aspekt, kanë plan program, kanë të shtypur, kanë të publikuar, por shumë pak po folin në fushata sa i përket do thot se çka munden. Janë 3-4 sekuenca nga secili subjekt politik, aty ku shkojnë i shohin nëse kanë këtë kategori target group, vetëm ato po i cekin dhe nuk është që po shpalosin në përgjithësi pikat kryesore, projektet kryesore, mënyrat e realizimit të projekteve, kjo është më ndryshe në këtë fushat. Është një fushat tubime. Ka edhe në këtë fushat miliarda investime, rritje pagash, të përgjithshme, domethënë të përsëritura, demode, do thotë nuk është që ka interes qytetari, ka populizëm të jashtëzakonshëm. Mos e shumë të dy subjektet politike që janë futur në garë dhe janë akter kryesor do të vetëvendosja lidhja energetike e Kosovës, të dy palët në fakt po përdorin një gjuhë populiste. Albini ju ka kthyer prapë rutinës kaluar me idenë që këta kanë shkatërruar shtetin dhe me etiketime të cilat çdo doja të ritheksoja sante, por ndërkohë shohim edhe RDK-n e cila do thotë me anë të Vjosës e rikthen akoma historinë e Rugovës dhe fatkeqësia më e madhe në këto parëzgjedhje, PDK-n e shoh neutrale siç ka qenë, nuk ka ose mund të mos kem dëgjuar unë një element, por është e njëjta, do thotë ka një linjë të njëjtë dhe shohim këto dy parti politike mbase se gara më së shumti po zhvillohet, po vazhdojnë me populizëm që të bindin vetëm elektoratin emocional dhe jo ato të arsyeshëm. Fatkeqësisht vazhdohet akoma me këtë situatë dhe kjo nuk besoj që do të prodhojë rezultat shëndetshëm, se kështu të populistë jemi mësuar dhe besoj që do vazhdohet. Mëdhimset opozita në një mënyrë që nuk është momentumi akoma vërtet për të paraqitur programeve për të mirë kuptuar, akoma janë ato termat e përgjithshëm që janë më të kapshëm të qytetarit. Janë pak a shumë kështu, në termat përgjithshëm flasin. Termat të përgjithshme. Nuk 28 dhjetorin patën zgjedhje. Akoma është do thotë, akoma jemi të vetëkënaqur me interesi i përgjithshëm i qytetarëve është a do kemi akoma do thotë rritje të pagesave për nënat lehona, për fëmijë, a do ketë akoma ndarje do thotë në sa par periudha së zgjedhjeve inshallah nuk kemi. Kemi prap nga 100 euro, do thotë temat kryesore këtu e këtu po sillen.